Në korrekt të vitit 2025 në Gjermani do të ketë miq të dashur vërtet shumë ndryshime të rëndësishme që kanë të bëjnë me rritjen e pagesave, me rritjen e rrogave për disa kategori, deklarimin e tatimeve, rritjen e pensioneve dhe tema të tjera të rëndësishme. Nga data një korrekt rriten pagesat minimale për infermier në më së paku 20,50 €, për një orë pune, për asistentët e kualifikuar, pagesa do të jenë 17,35 € për një orë, ndërsa për asistentët në shërbimin e kujdesit për të moshuarit, pagesa më e ulët, pra pagesa minimale, do të jetë 16,10 € për një orë pune. Prej tani do të ketë ndryshime edhe për personat që kujdesen për të tjerët në shtëpi. Në rregull thuhet se ndihma për këta persona do të jetë në vit 3.539 €, por me këtë temë miq të dashur do të merrem në një video tjetër sepse vërtet ka nevojë për shumë shpjegime. Nga data një korrekt e vitit 2025 vjen edhe një lajm shumë i mirë edhe për më shumë se 21 milion pensionistë në Gjermani. Pensionet në Gjermani do të rriten prej korrikut me 3,74% për të gjithë, që do të thotë se një person me pension mesatar në Gjermani do të marrë tani në muaj 66,15 € më shumë. Dikush merr më pak e dikush më shumë, por pensionet mesatare do të rriten pra për pak më shumë se 66 € ose 3,74%. Nga korriku do të rriten edhe pagesat për 630 deputetët gjerman në Bundestag. Pagesat e tyre nga korriku do të rriten me 5,4%, që do të thotë se një deputet do të marrë në muaj një pagesë bazë prej rreth 11.834 €. Deputetët kanë natyrisht edhe disa pagesa të tjera, por pasi që nuk kemi asnjë deputet shqiptar në Gjermani, nuk do të merrem tepër me këtë temë. Më shumë para do të ketë nga korriku edhe për viktimat e dhunës në Gjermani, si edhe për viktimat e dëmtuar nga vaksinimet, sepse dëmshpërblimi do të rritet për këta persona nga data një korrekt me 3,79%. Nga ky vendim përfitojnë në Gjermani diku rreth 47.000 persona. Nga korriku në Gjermani do të lehtësohen edhe njohjet e dëmtimeve shëndetësore. Disa sëmundje do të konsiderohen automatikisht si pasojë e përndjekive politike, pra është fjala për Gjermaninë lindore kryesisht. Pensioni i personave që kanë qenë viktim në kohën e Gjermanisë lindore, pra nga korriku i vitit 2025, do të jetë 400 €, ndërsa nga viti i ardhshëm do të rritet varësisht pra nga inflacioni. Këto pensione për viktimat e diktaturës komuniste është fjala, paguhen pavarësisht të ardhurave apo pensioneve të tjera. Këto nuk kanë lidhje me shqiptarën natyrisht, por si informacion është me rëndësi. Nga korriku në Gjermani do të shtrëngohen edhe masat për luftimin e dhunës seksuale ndaj fëmijëve dhe të rinjve. Dënimet për abuzimet seksuale me fëmijë dhe të rinj do të parashikohen me ligj dhe do të ashpërsohen, dhe për këtë do të kujdeset edhe një përfaqësues i posaçëm në Bundestag si dhe një komision i posaçëm. Ata do të kujdesen edhe për rregullat ligjore për abuzimet seksuale e që do të kenë pra për qëllim mbrojtjen dhe ndihmën e fëmijëve dhe të rinjve. Për personat që deklarojnë vetë tatimet, pra për personat që nuk kanë shtojer berater, por i përpunojnë dhe i dorëzojnë vetë të dhënat për tatimet e tyre vjetore, afati fundit për deklarimin e tatimeve për vitin 2024 është data 31/2025. Pra dhe njëherë, nëse bëni vetë deklarimin e tatimeve, atë duhet ta bëni deri në fund të këtij muaji. Nuk bëhet kiameti natyrisht edhe nëse vonoheni, por për këtë duhet të paguani pastaj disa gjoba të vogla. Ndërsa personat që e bëjnë deklarimin e tatimeve me këshilltar për tatime apo në gjermanisht siç thuhet shtojer berater, këtë mund ta bëjnë më së largu deri me 30 prill 2026, pra kanë kohë. Në korrekt pritet të bëhen edhe disa ndryshime të rëndësishme ligjore në Bundestag dhe në Bundesrat, me të cilat natyrisht që do t'ju njoftoj detajisht. Dhe në korrekt
s'ka donë edhe ky afati i famshëm prej 30 ditësh për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, i dhënë nga gjykata kushtetuese. Çfarë do të ndodh pas këtij afati, unë thjesht nuk e di, por ne me siguri që do të përcjellim me shumë vëmendje të gjitha zhvillimet e rëndësishme, jo vetëm ato në Kosovë, por të gjitha si në Gjermani dhe në vende tjera europiane, ashtu edhe në Kosovë natyrisht, në Shqipëri e Maqedoni të Veriut, si edhe në rajone të tjera me rëndësi për ne. Këto janë pra, miq të dashur, disa nga ndryshimet më të rëndësishme që kanë ndodhur apo do të ndodhin në muajin korrekt 2025. Nëse keni ndonjë pyetje, ju mund ta bëni këtu në video, pra mund të shkruani dhe mund të bëni pyetjet, ne pastaj mund ta shpjegojmë më detajisht me ndonjë video apo informacion të shkruar. Ndërsa unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti me informacione të tjera, sepse siç e shehni vërtet ka pasur dhe do të ketë zhvillime tepër të rëndësishme. E të mos harroj që në Gjermani në korrekt fillojnë edhe pushimet vjetore dhe shpresoj shumë që së pari fëmijët të kenë kaluar mirë në shkolla e pastaj të keni edhe pushimet të këndshme në vendlindje apo kudo tjetër që shkoni. Faleminderit dhe mirupafshim.